Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në ditën e kujtesës për viktimat e Holokaustit, presidenti i Republikës Bayram Begaj përsolli një mesazh ku theksoi rëndësinë e angazhimit dhe përgjegjësinë e përbashkët për mbrojtjen e dinjitetit të patjetërsueshëm njerëzor dhe të drejtat universale për të jetuar në paqe. Dita e kujtesës duhet të shërbejë si thirrje ndërgjegjes kolektive për të mbrojtur me humanizëm dhe përgjegjësi të drejtën e të gjithëve për të jetuar me dinjitet dhe në paqe, sepse të gjithi kemi parë pasojat e tmerrshme të urrejtjes etnike, rasore, fetare dhe të antisemitizmit, shkruan Bayram Begaj. Në këtë mesazh, presidenti i Republikës vlerëson tolerancën dhe humanizmin e shqiptarëve në mbrojtjen dhe strehimin e hebrejve përgjatë ditëve të errta të nazizmit. Roli i Shqipërisë dhe shqiptarëve në mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore ishte në qendër të fjalimit të kryeministrit Edi Rama në një seancë në parlamentin e Izraelit. Gjatë fjalimit në Knesset, kryeministri Rama kujtoi se Shqipëria është i vetmi vend që doli nga lufta e dytë botërore me më shumë hebrejë të strehuar në territor se sa kur nisi lufta, ndërsa nuk munguan dhe premtimet për hapjen e muzeut në Vlorë mbi veprat e popullit shqiptar për të shpëtuar hebrejt. Si përfaqësues e Shqipërisë në bordin e paqes, Rama tha se në ripin e Gazës nuk mund të ketë paqe pa çarmatosin e xhelatit Hamas, duke shprehur mbështetjen ndaj Izraelit. Krerët më të lartë të shtetit në Izrael kujtuan kontributin e Shqipërisë në shpëtimin e hebrejve. Për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, Shqipëria ishte ishulli i paqes në Oqeanin e së Keqes. Ajo që nuk duhet të harrojmë është shembulli i atyre njerëzve që ndihmuan hebrejt të shpëtonin përsekutimit. Dhjetra e qindra shqiptar rrezikuan jetën e tyre për të shpëtuar hebrejt, ndan bukën me ta, tha mes së tjerash kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Kjo është historisë që ju thatë që frymëzon filma. Njerëzit duhet të njohin rolin e jashtëzakonshëm, rolin moral që Shqipëria luajti gjatë orëve më të errta të historisë njerëzore. Kjo është ajo frymë që ju vazhdoni ta ushqeni dhe sot, miku im i mirë Edi. Ju qëndroni me kuraj kundër atyre që duan t'ju sprapsin, ju qëndroni krah së vërtetës, ju qëndruat krah Izraelit kur u sulmuam nga barbarët. Busulla juaj morale nuk u lëkund. Dhe kjo është diçka që ne e vlerësojmë thellësisht dhe që ju shenjon se një udhëheqës të jashtëzakonshëm të popullit tuaj dhe mendoj për ato segmente njerëzimi që duan që Kryetari i Parlamentit Izraelit, Amir Ohana, vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Shqipërisë për Izraelin duke mos zgjedhur komoditetin e të qenit neutral në linjë diplomatike të Tiranës zyrtare. Duke nisur dhe mbyllur fjalën e tij në gjuhën shqipe, drejtuesi i Knesset falenderoi kryeministrin Edi Rama për qëndrimin e tij në mbrojtje të popullit hebre. Kur shumë vende kanë hezituar, ju qëndruat i palëkundur. Ju nuk hodhët syt tek zona e gri e diplomacisë, por zgjodhët ngjyrat e shëndritshme të së vërtetës. Kneseti që përfaqëson popullin e Izraelit vlerëson thellësisht mbështetjen tuaj të palëkundur për të drejtat e Izraelit dhe do të stoja detyrimin për të mbrojtur popullin e Izraelit me qartësinë tuaj morale duke e thirrur të keqen me emrin e vet. Sa kryetari i Parlamentit të Izraelit. Lideri i opozitës izraelite, Yair Lapid, rrëfeu para kryeministrit Edi Rama se si sipas tij hungarezët dhe austriakët ndihmuan nazistët për të kapur baban dhe gjyshin ebrej të cilët u eliminuan më pas në kampet e përqendrimit. Gjatë fjalës së misardhjes që mbajti në parlamentin e Izraelit në nder të kreut të qeverisë shqiptare, Lapid kujtoi se gjatë luftës së dytë botërore Shqipëria është i vetmi vend në Europë që refuzoi të dorëzonte tek nazistët hebrejt. Zoti kryeministër, nazistët in the Budapest ghetto. Çuan babain tim në geton e Budapestit dhe hungarezët ndihmuan për këtë. Dhe gjyshi im u vra në kampin e përqendrimit të Mauthausenit dhe austriakët ndihmuan dhe në fakt edhe stërgjyshja ime vdiq në Auschwitz dhe policia polake ndihmoi të mbante të burgosur ata që donin të radiseshin, vetëm shqiptarët thanë jo. Ta lideri i opozitës izraelite, Yair Lapid. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.